si do të jetojmë dhe çfarë do të bëjmë lart në male, por do të pyesin me të drejtë disa. Çfarë do të bëjmë në mal? Çfarë do të ham? Çfarë do të pim? Ku do të flem? Ku do gjejmë rroba të vishemi e të mbulohemi? Po të sëmurët, si do të bëjmë? Ku do të gjejnë ilaçe? Po gratë shtatzana, si do të lindin? Si do të rrisin fëmijët e tyre? Askush se vë në dyshim të dashur vëllezër, se do të vinë ditë të vështira dhe dëshpërime dhe prova të mëdha për të gjithë ne. Prandaj na e thekson Zoti ynë tek Mateu, kapitulli 24, vargjet 19 deri 22, ku thot: Por mjerë gratë shtatzane dhe ato që do t'ju japin gjithë fëmijëve në ato ditë. Dhe lutuni që ikja juaj të mos ndodhi në dimër as të shtunën, sepse atëherë do të ketë një mundim aq të madh sa nuk ka ndodhur kurrë që nga krijimi i botës e deri më sot, dhe as nuk do të ketë më kurrë. Dhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, as një mish nuk do të shpëtonte, por për shkak të zgjedhurve, ato ditë do të shkurtohen. Është si të na thot: bëni kujdes, sepse po e shihni që po vinë vitet e vështira të Antikrishtit dhe të përndjekjeve dhe sprovave të mëdha. Bëni kujdes dhe mos u lidhni pas gjërave dhe të mirave materiale. Bëni kujdes të mos ngeleni shtatzan dhe të mos keni fëmijë të vegjël në gji në atë periudhë, sepse sa do të kenë, mjerë ato. Atëherë do të aplikohet shprehja: vraponi që të shpëtoni, që thuhet tek Zanafilla, kapitulli 19, vargu 17. Pa mendoni si kur të jetë dhe dimër, me të ftohtin e acartë dhe me borë, dhe të jetë ndonjë shtatzan, apo të ketë dhe fëmijë shumë të vogël, që do qaj, do të kërkoj ushqim, nuk do të mund të ecë, do të tradhtoj kështu edhe vendin e atyre njerëzve ku janë fshehur e të tjera e të tjera. Çfarë mund të bëjë kjo grua? Si do të mund t'ja dalë mban? Prandaj veçanërisht ju gra, bëni kujdes me çështjen e shtatzanisë që këtej tutje. Çështja është shumë kritike. Do të thoshim për jetë a vdekje. Dhe sigurisht, nëse ndodhi që të vi fëmijë në jetë në ato ditë, patjetër që do ta pranojmë me dashuri dhe dëmshuri, ashtu siç duhet. Dhe me që pyetjet mund të jenë të shumta për këtë periudhë kaq të vështirë, le të themi dy fjalë edhe për këtë. Janë njerëzore dhe të kuptueshme të gjitha këto pyetje dhe të tjera të ngjashme me ato, por tregojnë se sa larg Perëndis kemi ikur, sa besëpak që jemi, sa material dhe të ftohtë jemi bërë pak nga pak pa e kuptuar në gjithë këto vite ku harruam se Perëndia ynë është i plotfuqishëm dhe se të gjitha janë të tijat, siç thot tek letra e parë Korinthasve, kapitulli 10, vargu 26. Sepse toka është e Zotit dhe gjithçka që ajo përmban. Të gjitha, çdo gjë që ekziston mbi tokë dhe jo vetëm, i krijoi nga hiçi Perëndia ynë. Të gjitha janë të tijat. Dhe me që të gjitha janë të tijat, dhe me që është aty ynë dhe ne jemi fëmijët e tij, ato na përkasin të gjithëve ne. Me qoftë se babai ynë trupor ka bërë shumë për ne dhe e ka treguar dashurinë dhe mbështetjen e tij në çështje shumë serioze, është ndonjëherë e mundur të mos na mbështesi për gjëra dytësore dhe të vogla? Natyrisht që jo. Aq më tepër Perëndia. Ai që është dashuria absolute, siç thotë tek letra e parë e Joanit, kapitulli 4, vargu 8. Perëndia është dashuri. Dhe erdhi dhe flijoi jetën e tij për ne për të na shpëtuar. Është e mundur të na lërë tani? Njerëzit mund të na tradhtojnë, por Perëndia kur? Si aty ynë i vërtet, si vëlla dhe shok besnik që është, nuk i lë kurrë njerëzit e tij, shokët e tij, vëllezërit e tij, fëmijët e tij, por i ruan, i mbron, i ndihmon, i mbulon dhe i fuqizon në varësi të predispozicionit dhe të zemrës së çdo kujt. Mjafton që ne të kemi bërë atë që kalon nga dora jonë si njerëz. Të mos jemi moskokçarës, indiferent, të mos vetkënaqemi, të mos jemi të pabes, por të jemi përgatitur shpirtërisht dhe fizikisht.
atëherë të tjerat le t'i lëm tek ai. Pra, mos u friksoni, mos u dekurajoni, mos u terrorizoni. Ai që nga hiçi krijoi çdo gjë është këtu. Ai që krijoi qiellin dhe dheun dhe gjithë të dukurat dhe të padukurat është këtu. Ai që është mbreti i botës është këtu. Ai që është mbreti i paqes është këtu. Ai që nga dashuria e madhe u bë nga mbret shërbëtor dhe nga Perëndi u bë njeri, që të bëj njeriun Perëndi me hirin e tij, është këtu. Ai që pa patur faj dhe pa fituar asgjë, sepse si Perëndi është i përsosur, u sakrifikua për të gjithë ne, që të fitojmë ne parajsën e humbur, është këtu. Ai që është i shumë duruar dhe i shumë mëshirshëm, është këtu. Ai që është i plot fuqishëm, është këtu. Ai që është alfa dhe omega, fillimi dhe fundi, është këtu. Ai që kujdeset dhe për shpendët e qiellit, është këtu. Ai që na tha, zemra juaj mos u trondit dhe mos u friksoft, tek Johani kapitulli 14 vargu 27, është këtu. Ai që na tha, bëni guxim, unë fitova mbi botën, është këtu. Ai që na tha, se kur t'ju çojnë para gjykatësve dhe autoriteteve, mos u shqetësoni se si dhe çfarë do të thoni për t'u mbrojtur ose për çfarë duhet të thoni, sepse fryma e shenjtë në po atë moment do t'ju mësoj se ç'duhet të thoni. Tek Luka kapitulli 12 vargjet 11 dhe 12 është këtu. Ai që na siguroi se po të kemi besim sa një kokrëstinapi, do t'i thoni këtij mali zhvendosu nga këtu atje, dhe ai do të zhvendoset, dhe asgjë nuk do të jetë e pamundur për ju. Tek Mateu kapitulli 17 vargu 20 është këtu. Ai që mbajti për mira vjet të gjallë dy profetët e tij për t'i dërguar të na mbështesin dhe të na ndihmojnë të gjithëve ne, por që të kontrollojnë edhe antikrishtin, është këtu. Harruam pra se Krishti është i njëjtë, dje, sot e përjet, siç thot tek Hebrejt kapitulli 13 vargu 8. Harruam se Perëndia është i plot fuqishëm dhe mund të bëjë çdo gjë. Harruam pra se është ai që ushqeu për plot 40 vjet dhe jo vetëm 3 vjet e gjysmë tonat, popullin e tij në shkretëtirë, duke ju dërguar çdo ditë manat qiellore. Ashtu siç ushqeu dhe u kujdes për popullin izraelit për plot 40 vjet në shkretëtirë, po ashtu me të njëjtën mënyrë do të kujdeset edhe për ne për 3 vjet e gjysmë. Harruam se çfarë i tha Petros kur e ftoi të shkojë pranë tij duke ecur mbi det. O njeri besim pak, pse dyshove? Përse? Sepse në fillim ju bind dhe filloi të ecte mbi det, por pa pritur u tremb dhe menjëherë u fundos. Të njëjtën fjalë do të thoshte edhe tek ne Jesu Krishti. O besim pak, përse heziton të ndjekësh urdhrat e mia? Përse ke frikë? Përse je besim pak? Unë nuk jam Zoti i gjithë botës, që ringjalla Lazarin? Unë nuk jam ai që shërova të verbrin e lindur? Unë nuk jam ai që ngrita në këmbë të paralizuarin për 38 vjet në krevatin e tij? Unë nuk jam ai që mallkova fikun dhe ai menjëherë u tha? Unë nuk jam ai që dërgova 10 plagët tek faraoni? Unë nuk jam ai që hapa detin e kuq në mes për të kaluar populli im dhe më pas e mbylla për të mbytur egjiptianët? Unë nuk jam ai që ruajta Danielin në gropën e luanëve? Ai që mbrojta 3 djemt në furrën e zjarrit për të mos u djegur? Unë nuk jam ai që mbrojta Mira martir në orën e vështirë të torturave, duke ju dhënë fuqi, guxim, besim, turim, këmbëngulje dhe vetmohim, që u habitën të gjithë për këto? Shën Joan Gojarti thot: Unë jam ati juaj, unë vëllai juaj, unë dhëndri, unë shtëpia, unë ushqimi, unë veshja, unë rrenja, unë themeli. Çdo gjë që ti do, jam unë. Të mos kesh nevojë për asgjë. Unë
edhe do të shërbej, sepse erdha për të shërbyer dhe jo për të më shërbyer. Tek Mateu, kapitulli 20, vargu 28. Unë jam edhe shok. Tek Johani, kapitulli 15, vargu 14. Dhe pjesë e trupit. Tek letra e parë Korinthasve, kapitulli 12, vargu 27. Edhe kreu. Tek letra e parë Korinthasve, kapitulli 11, vargu 3. Edhe vëlla, motër dhe nën. Tek Mateu, kapitulli 12, vargu 50. Të gjitha jam unë. Mjafton të afrohesh miqësisht tek unë. Unë u bëra i varfër për ty. U bëra edhe lypës për ty. Hipa lart në kryq për ty. U varrosa për ty. Lart në qiell për ty i lutem Atit. Poshtë në tokë u dërgova prej Atit si ndërmjetës për ty. Unë jam këtu. Ai të dashur vëllezër, që është çdo gjë për ne, do të kujdeset për të gjitha. Të kërkojmë më parë dhe mbi çdo gjë mbretërinë e Perëndis, jetën e përjetshme, dhe pastaj gjithë të tjerat do të na i jap, do të na i dërgoj, do të na i zbuloj. Perëndia ynë i mirë nuk do t'i lërë pa përkrahje fëmijët e tij. Nuk do t'i lërë pa ndihmë njerëzit e tij, ashtu siç nuk i la kurrë. Ashtu siç nuk la në përmbytjen e madhe Noen dhe familjen e tij. Ashtu siç nuk la në Sodom dhe Gomor Lotin dhe familjen e tij. Ashtu siç nuk la vetëm 3 djemt në furrën e ndezur. Ashtu siç nuk la Danielin në gropën e luanëve. Ashtu siç nuk la vetëm izraelitët për plot 40 vjet në shkretëtir. Ashtu siç nuk la vetëm kaq dëshmorë e martir, shenjtore të drejtë, burra e gra, të vegjël e të mëdhenj në situata të tilla të vështira, por vrapoi dhe vrapon gjithmonë me dashuri, me gëzim për të ndihmuar fëmijët e tij që ndodhen në situata të vështira, vuajnë, rrezikohen dhe kërkojnë ndihmën e tij. Në atë periudhë, shumë nga ne do të shohin dhe do të përjetojnë shumë mrekulli. Do ta ndjejnë shumë dendur madhështinë e besimit ton dhe fuqinë e Perëndis. Do të shohin njerëz që as nuk mund të ecin, të vrapojnë atëherë si atlet. Do të shohin njerëz që ishin të paralizuar ose pothuajse të paralizuar, të ngrihen e të ecin. Do të shohin atëherë njerëz të sëmur nga smundje të ndryshme, të mos kenë më asnjë problem. Do të shohin fëmijë të vegjël, por edhe të rritur, që më parë ishin të dobët, të frikësuar, të tmerruar, atëherë të bëhen të guximshëm, të fortë. Do të shohin njerëz që më parë nuk duronin tek dhimbjet, tek i ftohti, tek i nxehti, atëherë të mos kenë absolutisht asnjë gjë. Do të shohin atëherë në situata të vështira, në momente të vështira, njerëz të zhduken në thojza, ose të bëhen të padukshëm tek veglat e Antikrishtit, kur ata, duke i ndjekur, do të kalojnë pranë tyre, para tyre, por pa i parë dhe pa i dëgjuar. Do të shohin mrekulli të mëdha me fuqinë dhe hirin e Perëndis dhe të Zotit ton Jezu Krisht. Mjafton të kemi besim dhe shpresë tek ai, të mos friksohemi, të mos mbrapsemi dhe bëhemi besimpak si Petrua. Mjafton të qëndrojmë besnik deri në fund tek ai, të mos e tradhtojmë, të mos e mohojmë, dhe mjafton kur të vijë të na gjejë të vulosur me vulën e tij, me kryqin e nderuar dhe jetëdhënës, dhe jo me vulën e Antikrishtit, numrin 666. Në qoftë se do të kemi vulën e Zotit ton, asnjë absolutisht nuk do të mundi të na bëjë të keqen më të vogël. Jo njerëzit, jo veglat e Antikrishtit, por as vet Antikrishti dhe djalli. Veçanërisht kur të fillojnë sprovat e mëdha dhe ndëshkimet e Perëndis mbi tokë dhe mbi njerëzit, me të tmerrshmen mjerë, absolutisht asnjë nuk do të shpëtojë dhe të durojë, në qoftë se nuk është shërbëtor i Perëndis dhe nuk gjendet i vulosur me vulën e tij. Tek Zbulesa, kapitulli 9, vargu 4. Pra, nga kush dhe pse duhet të friksohemi?
Në qoftë se kemi pranë dhe brenda nesh Perëndin, nuk duhet të friksohemi nga askush. Dhe vetë Zoti ynë Jezu Krisht dhe Perëndia, aty ynë që na deshi dhe na dha me anë të hirit një ngushëllim të përjetshëm dhe një shpresë të mirë, ngushëlloft zemrat tuaja dhe ju forcoft në çdo fjalë e punë të mirë. Thot tek letra e 2 Selanikasve, kapitulli 2, vargjet 16 dhe 17. Le të bëjmë një fillim të ri, sa kemi akoma kohë para se të jetë shumë vonë, para se të mbyllen dyert e dhomës martesore dhe ngelemi jashtë duke trokitur për të na I hapur, por pa rezultat. Sepse ai thot, në kohë të pëlqyer unë të dëgjova dhe në ditë shpëtimi të ndihmova. Tek letra e 2 Korinthasve, kapitulli 6, vargu 2. Tani është koha, tani erdhi momenti, tani është ora dhe dita e përshtatshme për të na pranuar me gëzim dhe të na shpëtoj duke na marrë pranë Tij përjetësisht. Le të mos ta humbasim këtë mundësi, sepse ndoshta nuk do kemi tjetër. Ndoshta nuk do të na jepet tjetër. Të mos neglizhojmë, të mos jemi indiferent, të mos na mashtroj dinaku në asnjë mënyrë. Dëmi dhe humbja do të jetë e madhe, do të jetë e pariparueshme, do të humbasim jetën e përjetshme dhe Perëndin e dashurisë, të gëzimit, të lumturisë, të dritës dhe të gjithë të mirave, dhe do të fitojmë dënimin e përjetshëm dhe ferrin pranë të ligut, mashtruesit, dinakut, të keqit, djallit dhe demonëve të tij. Zgjedhja dhe vendimi është krejtësisht në dorën tonë. Askush nuk do të mbajë përgjegjësi për atë çfarë zgjedhim ne dhe se ku do të vemi. As Perëndia nuk do të ketë faj dhe as përgjegjësi, por as edhe djalli, antikrishti dhe profeti I rrem. Ata punën e tyre bëjnë. Ne jemi ata që vendosim se kë do të ndjekim nga pas, Perëndin apo djallin, antikrishtin dhe profetin e rrem. Zgjedhja është e jona. Tek Jeremia, kapitulli 21, vargu 8, thot: Po ju vë të zgjidhni midis jetës dhe vdekjes. Tek Luka, kapitulli 21, vargje 34 deri 36, thot: Tani keni kujdes që zemrat tuaja të mos rëndohen nga të lupurit, nga të dehurit dhe nga preokupimet e kësaj jete, që ajo ditë të mos ju zerë në befasi. Sepse do të vijë si një lak mbi të gjithë ata që banojnë mbi faqen e mbar dheut. Prandaj rrini zgjuar dhe lutuni kurdoherë që të çmoheni të denjë të shpëtoni nga të gjitha ato që do të ngjasin dhe të dilni para birit të njeriut. Tek cilët etër shpirtëror duhet të bindemi? Një pyetje e madhe që del është se sa duhet besimtarët të binden e të dëgjojnë klerikët, qofshin këta etër shpirtëror, priftërinj apo kryepriftërinj, kur mbështesin se nuk po ndodh asgjë nga ato që kanë lidhje me antikrishtin, me numrin 666, vulosjen dhe për ardhjen e dytë, duke shtrembëruar kështu të vërtetën e shkrimit të shenjtë dhe të etërve të shenjtë të kishës sonë. Besimtarët në të tilla raste, të dashur vëllezër, ashtu siç na këshillojnë etrit tanë të shenjtë, nuk duhet të ndikohen nga ata klerik dhe aq më shumë të kenë dilema morale nëse duhet apo jo t'i ndjekin nga pas apo t'i dëgjojnë qofshin këta priftërinj ose krye priftërinj. Por duhet të mbyllin veshët e tyre, t'u shmangen dhe të largohen prej tyre. Tek pyetja, duhet të dëgjojmë këdo që na udhëzon diçka, Shën Vasili përgjigjet: Nëse na udhëzojnë diçka që bie dakord me urdhrin e Zotit, duhet ta pranojmë me gatishmëri dhe me kujdes, si dëshirë e Perëndis. Por kur dikush na udhëzon diçka të kundërt nga urdhri i Zotit, ku e tjetërson atë, është koha t'i themi atëherë se do t'i bindemi Perëndis e jo njerëzve, duke kujtuar nga njëra anë Zotin që tha: Bariu të huaj nuk do t'i shkojnë nga pas, por do të largohen prej tij,
sepse delet e tij nuk e njohin zërin e bariut të huaj. Dhe nga ana tjetër, apostullin, që guxoi për hir të sigurisë son, të përmendi dhe ëngjëjt, duke thënë: nëse ne apo edhe ëngjëjt nga qielli predikojmë tjetër ungjill nga ai që na u dha, le të jetë mallkim. Nga që tha më sipër, thotë Shën Vasili, mësojmë se çdo njeri që e do Zotin duhet t'i shmanget atij që pengon urdhrin e Zotit dhe atij që e inkurajon të kryej ato që janë të ndaluara nga Zoti, edhe nëse është njeri i afërt apo dhe i famshëm. Ndërsa Shën Ignat Theofori na përmend se nëse dikush na duket shumë i besueshëm, i virtytshëm, i përmbajtur, edhe nëse bën mrekulli dhe profetizon, por mëson të tjera gjëra nga ato që na mësoi Krishti ynë, ne ta quajmë si ujk që ka veshur lëkurë qengji për të mashtruar delet dhe t'i glabëroj. Për këto arsye, dhe Shën Joan Damaskinoi u bën thirrje besimtarve të vegjël e të mëdhenj, burra e gra, në të gjitha kohët, të mbyllin veshët e tyre dhe të mos dëgjojnë asnjë nga ata që shtrembërojnë fjalët e kishës dhe të ungjillit. Edhe nëse ata janë të vegjël e të parëndësishëm, edhe nëse janë të ditur e të mëdhenj, qofshin laik, klerik ose dhe ëngjëj, që të mos pësojnë atë që pësoi Eva në parajs kur dëgjoi gjarprin. Pra, tek priftërinjt dhe krye priftërinjt që shtrembërojnë të vërtetën e ungjillit dhe të besimit ton, nuk kemi asnjë detyrim të bindemi dhe as të shkojmë nga pas, sipas fjalës së Zotit ton dhe gjithë hetrëve të shenjtë të kishës son.